Elon Musk, dielli do të zhduk jetën në tokë, ndaj Marsi është shpresa e vetme e njerëzimit. Elon Musk nuk sheh vetëm të nesërmen, por parashikon mira, ndoshta edhe miliona vjet më pas. Themeluesi i SpaceX ka argumentuar prej kohësh se njerëzimi duhet të bëhet një specie shumë planetare, duke filluar me destinacionin më të arritshëm Marsin. Sipas tij, toka nuk do të jetë streha jonë e sigurt për gjithmonë. Siç shpjegon ai në një intervistë të kohëve të fundit me Fox News dhe Jesse Aters, ekzistenca jonë në këtë planet është e dënuar të shkatërohet jo për shkak të luftërave apo ndryshimeve klimatike, por për shkak të vetë diellit. Dielli po zgjerohet gradualisht dhe në një moment do të na duhet të bëhemi një qytetërim shumë planetar, tha Musk duke shtuar. Përfundimisht e gjithë jeta në tokë do të shkatërohet. Sipas tij, ndërsa dielli plaket, ai bëhet më i nxehtë dhe më i ndritshëm. Dhe pas rreth 450 milion vitesh, nxehtësia do të jetë aq intensive sa oqeanet do të fillojnë të avullohen dhe atmosfera të shpërbëhet dhe ky do të jetë vetëm fillimi. Fundi përfundimtar do të vijë pas rreth 5 miliard vjetësh, kur dielli do të zgjerohet, duke golltitur dhe zhdukur tokën. I përballur me këtë skenar të pashmangshëm, Musk propozon Marsin si një planet të sigurt për jetën për speciet njerëzore dhe për çdo formë tjetër që njohim. SpaceX po punon duke pasur parasysh këtë mision dhe duke bërë zhvendosjen në planetin e kuq teknikisht dhe ekonomikisht të realizueshme nëpërmjet Starship, anijes kozmike të madhe dhe të ripërdorshme që po ndërtohet për të na çuar atje. Ilustrim artistik i një kolonie në Mars, me disa anije kozmike të mëdha të dukshme pas një strukture habitati në formë kupole. Për Muskun, plani nuk është fantastiko-shkencor, është mbijetesë afatgjatë, ose, siç e thot ai, një bilet vajtje për përjetësimi i jetës. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.